Rikthehemi, jemi me Panelin Majkon, kandidat i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës. Ndërkohë, Majko ka patur një reagim pas dite të kryeministit, një mesazh i cili thuhet është përhapur në grupin tuaj, ti pastaj ne konfirmo ose konfirmo lajmin ose konfirmo problemin. Asnjë deputet, shkruan Rama në mesazhin dërguar listës së kandidatëve, nuk duhet hap zyrat veta jashtë zonës caktuar nga drejtuesi politik. Deputeti është i lirë bëj takime ku doj, por në asnjë mënyrë nuk duhet të përdor për takimet e tij strukturën. Struktura është në funksion qëllimit përbashkët, pra numrin 5, jo për të bërë tabeli shitje e çdo deputeti. Deputetët në listë mbyllur nuk duhet kategorikisht të kërkojnë vota për asnjë deputet në listë të hapur, po vetëm për numrin 5. Të gjithëve duhet të thonë tek vota preferenciale janë të lirë. Po ashtu deputetët në listë të hapur nuk është mirë të kërkojnë kolegëve në listë mbyllur vota në zonën përkatëse. Pasi e para e vënë në pozitë vështirë, e dyta i shtyn deri prishjes së barazisë garës dhe e treta i bëjnë të çoroditen dhe strukturat. Ka diçka të vërtetë në këtë mesazh? Besoj kaq i detajuar duhet të jetë i vërtetë. Është procedurë, Pra është i vërtetë ky mesazh. Është i vërtetë. Është një procedurë që ai e ka kërkuar sepse mendoi që në mungesë kësaj procedure ka ekzistuar një procedurë dhe në 2021-shin, që është respektuar dhe nuk është respektuar në disa raste. Por gara, krahasuar me 2021-shin, tani është dhe më e ashpër, sepse janë 37 kandidat që do diskutojnë një numër shumë të pakët të limituar. 12 janë apo prapë janë 37 edhe janë 37 edhe në listë hapur. Pra janë më shumë se. Po pra, do me thënë nga pikpamja e konkurencës, konkurenca është e veçantë dhe konkurencë ka të natyrshme krimin. Ka pasur një arsye pse ka pasur raste konkrete? Nuk kam dieni. S'duhet bëj atë që bën sikur nuk ka dieni, por ju them rastin e situatës në Kavaj Rogozhin, ne e bëjmë bashkë fushatën prezantimin me kandidatë të tjerë. Sigurisht pastaj fushata kapilare do bëhet veçme se çupa. Por e rëndësishme është që ti kur shkon bën një fushatë, votuesit të kuptojnë se ç'është fushata e Partisë Socialiste dhe ç'është fushata e personalizuar. Po jo, ç'është fushata e personalizuar, sepse po te provë me fushatën e personalizuar, atëherë ai natyrshëm thotë ky e ka mendjen për të zgjedhur vetë, se ka mendjen për të fitoj numri 5. Po shikoni që kjo mund të temi për shkallë. E di pse e them këtë, sepse lista e Partisë Socialiste edhe në Tiranë, por jo vetëm, edhe në qarqe tjera është një amalgam emrash. Vetë Rama thotë e kemi hapur derën, Majtas, Djathtas. Po vinë edhe kandidat nga parti politike që kanë një mentalitet tjetër, dhe unë e di për shkakun që mentaliteti kanë temi njerëzit që për shkakun kanë ardhur nga Partia Demokratike. Ju keni disa raste të tilla, apo kandidatët që vinë nga LSI-ja, dhe LSI-ja është një motor i egër dhe agresiv elektoral. Pra le themi ku mbyllen sytë dhe të gjitha metodat quhen të lishme. Pra ishte më shumë. Nuk e dim, ta shikojmë. Pra ideja është do të thënë është vërtet një xhungël lista e hapur e Partisë Socialiste. Ta quajmë kështu, është një pikturë surreale e ngjyrave të Ramës. Por që po të largohesh pak, se kur e shikon nga afër duket të ngërmuj, po të shikosh nga afër kupton që kërkon të penetrojnë të gjitha. Patjetër, thjesht ajo që shohim ne është që mund të ketë viktima rrugës, apo jo Bersida? Patjetër që një nga arsyet që ka vënë Rama këtë lloj liste ka qenë edhe për të pastruar nga viktima. Jo në sensin e fjalës. Po këtë e keni parë zoti Rama këtë që thotë Bersida, pra kur i qëndron ju jeni shumë afër, po kur i qëndron larg shef edhe ato që mund të jenë viktima. Që bën që ju pastroj sistemi, si përse se gjithët prej meje, po kaq vlenit. Shikoni, unë thashtë që ne, edhe për shkak të sistemit, po nuk i kemi thënë asnjë, unë si kam thënë asnjëherë që nuk jam i rrezikuar. Ne jemi të rrezikuar të gjithë, të 37. Dhe mund të ketë surpriza që të dalin, jo ata që në një moment caktuar mund të jetë në 8 dalin. Por duhet të ndajmë edhe burrat edhe gratë. Për momentin burrat për shkak se në listën e lartë, domethënë të sigurtën janë më shumë gra, për burrat për herë të parë mund të ketë një ngarkesë më të madhe. Por megjithatë, në kuptimin që mund të futeni më shumë burra. Tani më shumë. Por megjithatë, këtu duhet të kuptojmë, duhet të ndajmë viktimizimin me sakrificën. Domethënë ne po përpiqemi tek e dyta, pra tek vendosja e paraleles përballë votuesit në këtë moment kaq delikat për të krijuar spari që ne jemi në sulm, po përpiqemi të mbledhim vota
me njerëzit më të mirë që kemi në shtëpi, dhe me dyta që ka të bëj me këtë është që ne jemi një formacion në sulm. Dhe që kemi një vetë siguri, dhe kjo është e vërtet, vetë siguri në këtë fushat që po bëjmë. Por sigurisht kjo ka të bëjë dhe me të tretën, që nuk është ajo që diskutuam pak më parë. Ne duam të prekim një moment shumë të rëndësishëm marrëdhënien që dhe mund ta kemi humbur me një pjesë njerëzish që ju ka ardhur shpirtin majtundosur me problemet e qeverisjes në 12 vjet. Dhe pikërisht ky është ai moment delikat që ne po përpiqemi të aplikojmë me këtë fushat kapilare. Ne kisha vetëm një pyetje. Po, Prisita? Me që në Rogozhin dihet që familja Rakipi, Ornaldo Rakipi etj kanë influencë, se ne dimë që në shumë qarqe dhe në zonë është zoti Rakipi? Jo, është në Vorë. Në Metropolitan apo te njësia 5, por ç'është? Majko mund të marrë dhe ke apo te njësia 2, apo te njësia 1. Po, dakor, këtë Jo, jo, pyetja që separova. Ju ka dëmtuar dënimi dhe mospatja kryetar bashkisë Rogozhinës? Jo, kryetari me molla është në zyrë. Po, është i dënuar. Është i dënuar, kam përshtypjen, këtë dënimin e ka marrë, po vazhdon detyrën se duhet jetë në... Jo, është një proces pak më i komplikuar. Po, atëherë t'ju pyes për efektin Veliaj. Po. Flas për efektin elektoral, sigurisht për te shokut fillestar që besoj ka kaluar baza e Partisë Socialiste dhe strukturat drejtuese të saj, pasi Erioni është një motor elektoral. Dhe kuptohet që mungesa e tij ndihet në dy sens, sensin aktiv dhe në sensin pasiv. Në sensin aktiv që ai nuk është në fushat, sensin pasiv për shkak të impaktit që ngjarja ka. E tha dhe vetë, që ju ka goditur. Jemi sinqert, unë se trajtoj Velin si një mekanizëm, i cili tani u hoq dhe është diku tjetër dhe mekanizmi nuk është, tani ta mendojmë se si do tjetë. E para njërë është goditje e rëndë, sepse është autoriteti i bashkisë më të rëndësishme të Shqipërisë. Së dyti, ai ka drejtuar një ekip djemsh dhe vajzësh të cilët kanë qenë mjaft suksesshëm në fushatat elektorale. Kjo është e vërtet. A ndihet vakumi? Vakumi ndihet. Tani po kthehem tek fjala, ju thash ut kryq, janë të gjitha kostot të cilat përmbledhen në një fushat të cilën posdite ta bësh llogarinë je i gabuar. Nuk kemi pse të fluturojmë, qarku i Tiranës ka një fushat delikate përpara. Kështu që gjëja e parë që më shkon në mendje kur flas për kolegët e mi që janë duke bërë fushat, mendoj vështirësinë që ata kanë në këtë situatë. Është fushata e parë që një parti në pushtet, duke pasur kryetarin e bashkisë të fituar, e ka në gjendje të burgosur. Kështu që tani ta mendosh